Abdullah ibn Salami, një rabin jahudi në Medine, edhe, kur thamë rabin, ka qenë prej fetar. Edhe e ka ditë Tevratin, i ka ditë mësimet e Tevratit, edhe e ka ditë mësimet të cilat i kanë zbrit Musait a.s. Edhe vjen tash te pejgamberi a.s. Dhe thot, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, po i thot o Muhammed sepse Allah nuk është bo musliman dhe nuk po e pranon për të dërguar. Thot, dua t'i bëj 3 pyetje, të cilave nuk i përgjigjet vetëm se pejgamberi. Do të thjesht, nëse më përgjigjesh këto 3 pyetje, unë e di që je pejgamber dhe po të besoj pastaj. Do të thonë, nuk është pyetje provokuese kjo, po thjesht është për me dëshmu tek pyetsin këtë rast vërtetësinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të pyet. Do të pyetja e parë, kysh ndodh që fëmia herë me i përngjan nanës e herë babës. Do herë me përngjan nga loza e nanës, herë nga loza e babës. Pyetja e dytë thotë, cili është shenja i parë e kiametit? Ka me ndodh për atyre 10 shenjave të mëdha të kiametit, edhe pyetja e tretë, cili është ushqimi i parë me cilën gostiten banorët e xhenetit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hesht për disa çaste, disa momente. Edhe i thot, tani më lajmëroi Xhibrili për të. Do deri tash se kom ditë asone. Pejgamberi alayhi salatu wasallam sikur do të më thon, deri tash se kom ditë asone. Me po tani ver Xhibrili dhe edhe më tregoi. Abdullah ibn Salami ishte sinqert. Thot, ta dish në jahudit Xhibrilin e llogarisim armek. Domthon kështu e kanë llogarit, se duket të llogarisin akoma. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, pastaj i përgjigjet që e ka pru Xhibrili, domthon dijen edhe shkencën që po ja bën Xhibrili tash. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, sepse fëmia ndodh nganjëherë me nga loza e nanës, nganjëherë nga loza e babës. I thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse uji i mashkullit është më i shpejt, atëherë fëmia i ngjan babës edhe lozës babës. Nëse uji i femrës është më i shpejt, atëherë fëmia i ngjan nanës ose lozës së nanës. Mirë thot. Abdullah ibn Salam mirë. Domthon kjo është përgjigje, sepse domthon mësimet e ngjashme me këtu i kanë pasur edhe në Tevrat. Për ata në fillim i tha Abdullah ibn Salami, këtyre pyetjeve nuk i përgjigjet vetëm se pejgamberi, domthon se s'ka dije, nuk ka shkencë në atko që mundet me ju përgjigj këtyre pyetjeve. Thot, shenja e parë e kiametit që do të ndodh është një zjarr i cili vjen nga lindja edhe i mbledh njerëzit në perëndim. Vjen nga lindja edhe i mbledh njerëzit në perëndim. Domthon zjarri përhapet gjitha anët e botës ku ka njerëzim, edhe pastaj njerëzit duke ikë nga zjarri, zjarri duke u përhap derisa të mlidhen në një vend që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka thënë perëndim, mirë po është për qëllim Shami i Sudit, sepse ka transmetime tjera. Ndërsa pyetjen e tretë i përgjigjet pejgamberi alayhi salatu wasallam, thotë ushqimi i parë me të cilin gostiten banorët e xhenetit është moja e mëlçisë së balenës. Don mëlçia, si duket e peshkut ose e balenës, që ka shumë e shishme. Mirë po, e pas ka një moje që këtu në gjosisht i ka thonë shtejtës ose shtojca e mëlçisë së peshkut me ato gostiten. Thot Abdullah ibn Salami, pasi merr këto 3 përgjigje, thot unë dëshmoj se ti i dërguari i Allahut se këtyre pyetjeve nuk i përgjigjet vetëm se i dërguar. Edhe u kryu u bë musliman Abdullah ibn Salami.